Njëra prej temave më shqetësuese dhe për fat të keq shumë aktuale viteve të fundit në vendin tonë janë vetvrasjet. Ne ko pas kohë kemi pasur lajme për arsye të ndryshme të cilat kanë quar ose i bëjnë njerëz të mendojnë për këtë veprim që në fakt është diçka jashtëzakonisht negative si për personin ashtu edhe për shoqërinë në tërësi. Dhe nisur nga fakti dhe lajmet që kishim gjatë javës së kaluar dhe me teksto veçante dhe gjatë fundjavës dhe sot si e filluam lajmin, menduam që hajde të bëjmë një bisedë në cilën do t'jepnim më shumë arsye për të jetuar dhe në cilin do të diskutonim se çfarë mund të bëjmë. Çfarë do duhet të bëjmë nëse veç kemi mendime të tilla, nëse veç kemi miq apo familjar që diskutojnë për një temë të tillë dhe kanë mendime të tilla. Jam shumë e lumtur që për të ndarë këshilla dhe për të marrë informacione me ne në studio kemi Bindi Sken nga Qendra për Parandalimin e Vetvrasjeve, Linja e Jetës. Faleminderit shumë Bindi që je sot këtu me ne. Dhe në mesin e krejt angazhimeve që ajo ka, unë jam e lumtur që sot kemi edhe psikologen Atifete Sylla, e cila gjithmonë është e gatshme të jap mendimin dhe kontributin e saj në bombon. Atifete, faleminderit shumë për kohën. Grazie. Bindi, do doja që këtë bisedë ta realizonim, që të thonim që Linja e Jetës ka bërë dhe vazhdon të bëjë një punë shumë të madhe dhe po ndikon, nëse mund të themi, në parandalimin e vetvrasjeve, sepse është një linjë në fakt e vetmja që kemi në vendin tonë, e cila ju ofron njerëzve mbështetje, ju ofron këshilla. Dhe nëse hiç asgjë s'bëni, të paktën ndaleni dhe i dëgjoni. Nisur nga fakti që patëm lajme të njëpasnjëshme për vetvrasje në ditët e fundit në vendin tonë, si e shihni krejt këtë, nëse mund të themi, këto lajme, faktin që po diskutohet, faktin që kemi të rije të reja që po marrin një vendim të tillë, nga kënd vështrimi juaj, nga puna që ju bëni çdo ditë në kuadër të qendrës? Mas pari faleminderit shumë për vlerësimin e punës të Linjës të Jetës. Gjithmonë është kënaqësi kur dëgjojna për njerëzve që e vlerësojnë si të tillë, për shkak që kjo edhe na jep neve motiv me vazhdu punën tonë. Sa i përket situatës, po mënej për njërin prej problemeve është që na nuk kena mjaftueshëm, nuk kena dhëna përthuajse hiç për numrin e vetvrasjeve në Kosovë. Nuk ka mekanizma që i regjistrojnë dhënat, zakonisht i marrin prej policisë, po policia nuk është autoriteti që i monitoron domethënë vetvrasjet. Ato duhet të bëjë obduksioni bashkë me prokurorinë, bashkë me gjykatat për me kuptuar saktësisht sa është numri i vetvrasjeve në Kosovë, gjë që nuk ekziston. Kështu që na janë ato. Nuk e kemi një shifër të saktë. Absolutisht jo, na janë ato punu vetëm me hamendësim, kështu që as nuk e dina saktë sa është problemi në Kosovë. Edhe këto që raportohen domethënë në media janë veç pak një pasqyrë që asaj që është ndodhur mbrapa skenës. Sa i përket asaj, masni kur ka një vetvrasje, këtu shkojnë zakonisht rafall. Për shkak se edhe mënyra raportimit lën shumë për të dëshiruar edhe kjo nxit masni në vetvrasje. Kështu që këtu ka shumë faktorë që hinë domethënë funksion, nuk është që vetë që hinë domethënë një ideja njerit të e pa një lajm, por që ajo i nxit persona që vetë se janë çasti situata që mund masni me më kriju që kjo përshtypja që kur ndodh domethënë një vetvrasje veç e kis disa një masni. Këtu në fakt edhe po e mendoja të dilja Atifete, sepse derisa sot po përgatitesha për këtë bisedë dhe kisha kaq shumë lajme, njëri prej atyre që në fakt më bëri të mendoja mos po bëja gabim se po bënim këtë bisedë, ishte që fakti që kur persona të cilët kanë në mendje mendime të kësaj natyre ose kanë qenë të prirur për të bërë veprime të kësaj natyre në të kaluarën, ndëgjojnë për lajme siç e përmendi Bindi që dikush ka bërë një akt të tillë, sikur nxiten edhe më shumë. Përmendi fjalën rafall që nuk di sa është e dur, por që njëra mbas tjetrës ndodhin më pas. Sa është e rëndësishme që ne të flasim dhe të dimë se si të flasim për këtë temë, sepse duke dashur të bëjmë mirë, ne shpeshherë mund të bëjmë edhe keq. Patjetër që po, jo vetëm këto lajmet, po edhe lajmet tjera që të cilat ndikojnë tazëm lufta ose skena të tmerrshme të cilat vërtet raportohen tek neve, ndikojnë sidomos problemet e shëndetit mendor në shoqërinë tonë. Prandaj unë mendoj, përveç si neve nuk kemi njohuri në mënyrën se si të komunikojmë, jo vetëm me individet të cilë kanë probleme të shëndetit mendor, por në përgjithësi mendoj, problemi kryesor është se neve nuk komunikojmë edhe nuk trajtojmë problemet të cilat i kemi.
Kështu që mendoja individi cili bën vetvrasje nuk është e rastit, ai ka një kohë, zakonisht njerëzit të cilët bëjnë vetvrasje nuk është e qastit, ata ka një kohë të gjatë të cilët kanë probleme të shëndetit mendor, e të cilët zakonisht janë të heshtun edhe neve nuk është se mundemi me i dallu shumë, përkundrazi. Këtu po du me mbet të shenjat që mund të kemi, sepse e kam lexuar edhe më parë që persona tërhiqen, janë të tërhequr, zakonisht më pak komunikojnë, kanë mirë sjellje, sillen më mirë, ndryshojnë sjelljen në raport për shembull me individët ose me familjarët ose me shoqërinë, përkundrazi kanë sjelljet më të buta, më të mira që të lënë një kujtim të mirë prej tyre, kështu që përkundrazi, prandaj edhe zakonisht rastet e vetvrasjeve janë për shumicën e familjarëve janë shok për shkak se nuk i dallojnë këto shenjat, në fakt nuk është agresiviteti, nuk është sjellja impulsive, por përkundrazi janë binë në një heshtje, janë më tolerantë ndaj të tjerëve, si arsye në mendjen e tyre është se unë tani do iki dhe për mua nuk është shumë e rëndësishme të ballafaqohem me të tjerët. Është e vështirë me i dallu ati fete? Të them drejtën, është e vështirë, për shkak se ata nuk e diskutojnë, nuk flasin, kom pas të bëj me klientat të cilët kanë menduar edhe kanë planifikuar deri në hollësi vetvrasjen, edhe vërtet është shumë e vështirë. Prandaj thash pse është shok për familjarët pasi ata kanë sjellje shumë të buta, nuk reagojnë ashpër, përkundrazi janë tolerant, gjithmonë me idenë se ata nuk do jenë më. Prandaj duhet kemi shumë kujdes sidomos me këto sjellje, ku një individ për një kohë të caktuar ka pas probleme të shëndetit mendor, ka pas një ngjarje shumë traumatike edhe akoma nuk e ka marrë veten, nëse ai është i heshtur, izolohet, nuk reagon, atëherë ky është vërtet raste të cilat duhet kemi shumë kujdes dhe jo në raste kur reagojnë në mënyrë impulsive ose kur kanë humor të ndryshueshëm zakonisht kur shpërthejnë, kështu që ma shumë duhet kemi kujdes me ata persona që tregojnë nëse që janë më introvert. Bindi, në linjën e jetës bëni një punë të jashtëzakonshme. Mbi gjitha është shumë humane. Fakti që ka vullnetarë dhe njerëz të cilët janë të vullnetit të mirë, që janë të gatshëm që nga ora 10 deri në 2 pas mesnatë, nëse të gaboj me orar, të dëgjojnë njerëz që mund të kenë probleme të natyrave të ndryshme, që për një arsye ose tjetër i bën të mendojnë që të largohen kjo jetë, unë po themi para kohë, para se na vijaj momenti që e kemi për krijuesit. Sa është sfiduese me realizu një punë të tillë, cilat janë momentet më kritike kur juve ose dhe pjesa e stafit e keni ndjerë që keni bërë një punë të madhe, keni ndërhyrë në një moment caktuar dhe ja keni thyer mendjen një personit caktuar që të mos bëjë një akt të tillë, të mos bëjë një gjë të tillë. Faleminderit edhe njëherë shumë për vlerësimin, veç para se me vazhdu në pyetje, veç kisha dashur me Patjetër, lutem. E plotësu që tha psikologja për shkak se e ka kriju një imazh, do të thonë, të një individi që mundet me përfundu në vetvrasje, por që jo domosdoshmërisht qëndron të çdo individ. Sigurisht që jo. Jo çdo kush, do të thonë, atë introversioni e këto nuk janë domosdoshmërisht të ndërlidhur me vetvrasje, ka njerëz që janë shumë, do të thonë, ekstroverta, që është edhe arsyeja pse është problem me identifiku. Për shkak se këta njerëz paraqiten si çdo individ tjetër, edhe jo domosdoshmërisht ndërlidhet me probleme të shëndetit mendor. Ju më herët para neve folet për shembull për çështjet e rrymës edhe të çmimeve energjetike. Edhe ajo është, do me thonë, diçka kjo bara, do me thonë, jetësore për me siguru, do me thonë, të ardhura, edhe ajo mundet me që personin, do me thonë, në vetvrasje, jo domosdoshmërisht duhet dikush me pas çrregullime të shëndetit mendor, ose mu paraqit në një mënyrë specifike. Edhe që kjo bën edhe punën mas një sfiduese në linjën e jetës, për shkak se ti duhesh çdo individ që të tret me trajtu në subjektivitetin në të cilin ajo paraqitet. Do me thonë, na tentojna çdo individ, do me thonë, mos me shtin në shablon, mos me shtin në një kuti, po me ju qasë që ashtu qysh është, do me thonë... është shumë e rëndësishme nga njerë vetëm të dëgjojnë. Të kesh dikën të dëgjojnë. Do të ndërhyj patjetër. Pasi që unë mendoj si problemet e shëndetit mendor janë ato cilat e shtyn një individ
të bëj vetvrasje. Nuk ka mundësi një njeri nëse ka një stabilitet emocional, nuk ka pas një përvojë traumatike, nuk ka zgju një traum, ose tjetë gjithçka në rregull të bëj vetvrasje. Kjo nuk ka mundësi, edhe me thonë drejtën pak po befasona. Gjithmonë shëndeti mendor është ai i cili qënë në mungesën e vullnetit për jetë. Mungesa e vullnetit për jetë është vetvrasja, kur individi në situata traumatike, në situata caktume nuk zgjen zgjedhje, prandaj e bën vetvrasjen. Përndryshe, vetë akti ty të tregon, edhe nuk ka studim si e thot ndryshe as pak, nuk ka studim si e thot ndryshe se një individ i cili ka një stabilitet emocional, nuk ka një çrregullim shëndetit mendor, nuk ka pas arsye të caktume ose predispozit për problemet shëndetit mendor që bën vetvrasje. Zakonisht ato lidhen me shumë faktore, patjetër do të diskutojnë shoqërinë tonë pse kemi rritje të numrit vetvrasje, kemi problemet shëndetit mendor, e cilët kemi të gjithë faktorë që mundsojnë problemet e shëndetit mendor. Po unë jam e sigurt edhe kisha dashur me gjetë një studim ku tregon që një individ i cili nuk ka probleme të shëndetit mendor. Po që shumë herë është edhe sfiduese me identifikun. Ajo identifikimi është diçka tjetër, po problemet të shëndetit mendor ekzistojnë. A identifikimi është krejt diçka tjetër, edhe në varësi të situatës, në varësi të përvojës, në varësi të karakterit, në varësi të personalitetit, na pa tjetër se nuk duhet të marrim shablon një individ, neve jemi natyra të gjithë jemi unik, sado që për shembull neve ta zëmë edhe një smundje fizike, nuk mundemi me pas të gjithë simptomet e njëjta, por një individ i cili nuk ka probleme të shëndetit mendor, ose i cili nuk ka kalu edhe ai ka predispozit të rikthehet patjetër, nuk ka mundësi të bëj vetvrasje. Vetvrasja vije si pasojë e mos përballimit të presionit ose të ngjarjes së caktuar të individit, prandaj edhe ai nuk zgjen zgjidhje. Një individ racional, me një stabilitet emocional, nuk ka mundësi ta bëj. Kështu që unë nuk di si ka studime të arsyetoj këtë gjë. Kjo nuk është qëndrimi i jam si bind, kjo është qëndrimi i shoqatës ndërkombëtare për parandalim të vetvrasjes, që është një shoqatë e cila i ka mbi 1400 organizata, ku na siç jena vetëm 1400 aty që jena antarësu. Edhe ato organizata se cilë kanë ekspert, psikolog, psikiatra, punëtor social, infermier, që merren veçanërisht me fushën e parandalimit të vetvrasjes, të cilët decidivisht nëpërmjet hulumtimeve të tyre e kanë qartësuar se vetvrasja ka ndërlidhje deri ka me shëndet mendor. Por nuk është e domosdoshme që një person të kryej vetvrasje me pas edhe çrregullim të shëndetit mendor. Kjo është domethënë një mit që u kriju me kalimin e kohës si ndërlidhje pikërisht prej arsyes domethënë që e cekët edhe ju, që mendohet që një njeri racional nuk mundet me përfundu në vetvrasje. Këto na po tentojna me sfidu si ide edhe për që të edhe jena tu e nda nëse keni pa peticionin për parandalim të vetvrasjes që e kena bo, me qëllim e kena nda shërbime të shëndetit mendor, me shërbime tjera suplementare për me e luftu vetvrasjen në Kosovë. Mini sa është sfiduse me bë punën që ju bëni, me i kushtu vëmendje, sepse konsideroj që nga njerë këta persona patën ose s'patën probleme të shëndetit mendor. Unë ndërlidhen ose jo, sepse këto probleme jo gjithmonë i vrem, jo gjithmonë i dim, jo gjithmonë janë të diagnostifikuara. Ose janë të akumulume dhe shpërthejnë edhe ai person nuk ka qenë i vetëdijshëm si ka probleme të shëndetit mendor. Më fal, të lutem të ndërhyj. Kjo që apo thoni unë mendoj si nuk do të ketë ndonjë impakt pozitiv për shkak se njerëzit ose individët sidomos të marr parasysh shoqërinë tonë, e cila edhe ashtu stigmatizohet dhe ekziston stigma te psikologu me vizitu psikologun. Prandaj unë mendoj si kjo nuk do të ketë një impakt ose efekt pozitiv. Edhe pa ma parasysh nuk kam dijeni edhe nuk du me ndërhyj te kjo, po unë nuk di së fundmi si është bërë një studim valid si e potencon këto që ka ju po konstatoni. Prandaj po thom kjo do të ketë edhe ndikim negativ te vizitat e psikologit. Dona se të kuptoj, mirë. Në një. Kemi dy profesionistë të cilët merren me këtë punë dhe natyrisht duan të Nuk pajtoni me shkencën, domethënë të qësoj, ju rekomandoj me shku te website-i i shoqatës ndërkombëtare për parandalim të vetvrasjes. Unë po mendoj si për studime valide po mirë, po okay. Po valide, që ata janë, domethënë janë shkencëtarë edhe ata. Edhe në dy ju për konsideroni personat që tentojnë në vetvrasje jo racional,
E unë jem qaj që pi stigmatizon. Dhe më thonë kjo... Jo, gabim me keni klutën, E tha një njeri racional, nuk mundet me marë qatë vendim. Vetëm diçka klutëm, nuk është racional, mundet me qenë një individ racional nëse bën vetvrasja, mendoni ju, si psikolog nëse jeni psikolog. Nëse rëthanat janë... Pa tjetër nuk është zgjidhja vetvrasja, klutëm. Kjo është inkurajim, kjo është e gabushme, çfarë po konstatoni? Nuk mundem na mi thonë njerëzve që jeni ju racional, që kjo është stigmatizim. Jo, nuk është racionale një individ si bën vetvrasje dhe kjo nuk është stigmatizim. Kjo është një e vërtet, si ti duhet mi au thonë individve. Sepse ti arsyeton atë akt, edhe kjo nuk do ishte e mirë. Kjo pasanej do të hapë rrugën edhe të tjerëve që kanë dilema. Jo, shkenca i thotë të ndryshme të kësaj problematike e që në fakt në Kosovë ka munguar një debati mirëfill rreth asaj se ku qëndron probleme. Këto janë edhe problemet si neve kemi ta si shoqëri. Nëse shkon të do me thonë kongresin ndërkombëtar për parandalim të vetvrasjes, neve kemi për studime, neve nuk mundemi, neve studimet ma valide e konstatojnë. Edhe nuk mendoj si ka teori, pa tjetër që une, jo, nuk muna mu bazu një ullum. Duke marë parasysh si tani jemi një shoqni jo shumë kolektiviste edhe kemi, sikur nuk jemi mo aq familjare, sikur kemi qenë, tani kemi nevojën për psikologun, deri tani e kanë kompenzu psikologun familjar dhe njerëz të dashur, po duke marë parasysh individualizimin që dhe neve si jemi transformu si shoqni, prandaj neve tani kemi nevojë për psikolog. Ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë sot për ne, po e përmend edhe një herë 0800 1234 ishte fiks kështu bindja, po jo është linja e jetës, një thirrje konfidenciale që ju mund ta bëni nga ora 10 deri në 2 mesnatë. Jo është domosdoshmërisht duhet të keni mendime të kësaj natyre, por keni një problem, e ndjeni që po ju ngushton diçka, bëni këtë thirrje, është pa pagesë, është shumë e thjeshtë. Ndoshta kur ju dëgjon dikush që nuk e dini që ju njeh dhe ju paragjikon, e keni më të lehtë. Jeta është e bukur, kemi shumë arsye për të jetuar dhe më pak arsye për të menduar një akt të tillë që unë nuk dua ta përmend.